Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme Tirana është rronditur nga një ngjarje e rëndë që ka ndodhur duke cënuar ndoshta edhe sigurinë kombëtare pasi ka ndodhur pranë aeroportit të vetëm funksional në Shqipëri të Rinasit, një ekzekutim me armë zjarri në mes të ditës është vrarë Gilmando Dani, ndërkohë që shofer ka qenë një punonjës i AMP-s, Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Për të folur për këtë ngjarje të rëndë, kemi të ftuar avokatin Zashi Islami, mikun e emisionit ton, i cili si gjithmonë në këtë rast, por edhe të tjerat, ka një mendim ndryshe nga të tjerët, pasi e vërteta e bën të lirë për të folur troç. Avokat, mirëmbrëma dhe faleminderit. Mirëmbrëma dhe të falenderoj dhe unë për ftesën që më bën. Po dua të sqaroj, ky mos ka qenë avokat Gilmani? Jo, me sa flok të gjata? Me sa diun ka qenë krahu i Shullazit, sipas mediave. Por nuk di më tej të shkuarën e tij, po kthehej nga Barcelona avokat, sapo ka zbritur e kanë vrarë. Ndoshta ka spionuar dikush aty, se s'ka mundësi që sapo zbres nga Rinasi. Shiko, është e padiskutueshme që nga momenti që ai ka hipur në avion në Barcelonë, që aty është njoftuar grupi këtu që ka bërë krimin, ose personi që ka bërë krimin, se nuk e dim sa janë. Po, skuadra e pushkatimit. Po, ne praktikisht jetojmë në një vend që mbretëron terrori, i pashpallur, por mbretëron terrori. Pra, po thoni që është akt terrorist, avokat? As bëhet fjalë fare, mbretëron terrori. Nuk kemi të sigurt, zotri. Nuk kemi jetën të sigurt, nuk kemi jetën e fëmijëve të sigurt. Nuk, do me thënë, është një amulli që Edi Rama, duke parë që po ikën nga pushteti, do që ta lërë mbrapa tokë të djegur. Dhe nuk është vetëm Edi Rama që e bën këtë. Janë së bashku me kriminalin tjetër, me Sali Berishën. Është ajo klasë politike, gangsterësh, banditësh, imoralësh dhe perversësh dhe bastardësh që kanë hyrë në parlamentin shqiptar dhe që kanë pushtetin aktualisht në Shqipëri, që përgatisin dhe bajnë këtë situatë. Unë i drejtojmë drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit, se e kam njohur kur ka qenë te komisariati policisë në Murtret. Edhe kam idenë dhe kam besimin që është njeri shumë i mirë, dhe që është polic i mirë, dhe që duhet patjetër të mbrojë policët nga këta kriminalë, dhe të mbrojë policët kur veprimet e policisë, arrestimet e policisë i çvlerësojnë ata prokurorët dhe gjyqtarët. Dhe i bëj thirrje të forcoj rregullin dhe kontrollin në rrugët e qytetit, në rrugët e Tiranës. Se ata që kanë vrarë sot, zotria, ata kanë kaluar të armatosurat, s'ka qenë pa armë. Ka me 10 makina. Jo vetëm që vajtën, por të ikën të armatosur avokatëve, deri në Kruj. Tani aty avokat është, ju keni kaluar me shumë vështirësi për të vajtur në aeroport, trafiku madh. Këta si arritën të dalin nga trafiku? Pra, ka shumë pikë të cilat policia duhet të jetojë. Ka shumë pikë që policia duhet të jetojë. Policia e shtetit praktikisht, njerëz të ndeshur në policinë e shtetit janë vënë midis dy zjarresh, janë bërë sanduiç. Në njërin anë është krimi, në anën tjetër është shteti e prorët dhe në mes është policia shkret që bën detyrën. Dhe praktikisht, se duhet i themi gjërat, se të tërë i vërsulën policisë, janë 300 e sa familje të policëve që kanë mbetur pa babë dhe pa burrë, zotëri, në Shqipëri, të vrarë në krye detyrës. Dhe që marrin një pension qesharak. Pra i dojë Edi Rama që t'japin jetën për të, por ama nuk ishte problem familje dhe jetën e tyre. Pra, ai krim që është bërë sot, ai ka dorë se zbën, as që bëhet fjalë fare, ka mbules nga policia e shtetit. Kush ka qenë, si ka qenë, nuk e di. Kjo i takon drejtorit përgjithshëm të policisë të bëjë hetim të plot. Pra, avokat, kemi parë që në çdo ngjarje do jeti përfshirë ndonjë polic. As bëhet fjalë fare. Ka informator sa duash, kanë ata informator sa duash, se ore, shiko, me atë rrogë qesharake që paguhet polici që vetë e blen vetë rrobat e uniformës, patjetër që ai do bëhet prej krimit. Patjetër. Ne për ditë themi që rrogat e policëve duhet të bëhen të paktën $1.500, $2.000 në muaj. Pra një ngjarje polici, pardon.
Polici është në ditë të hallit. Familjet e policive janë në ditë të hallit. Ne I shikojmë. Prandaj duhet urgjentisht, megjithatë kjo qeveri ka ditë të numëruara, nuk diskutohet fare, e treguan qytetarët shqiptar të dielën se sa vajtën në votime, e treguan besimin që kishin te këta që kishin dhënë 1 milion shuplaka, te këta që kishin fituar 83 banditë dhe 83 gangster që I futën në atë parlament mizerabël, në atë parlament bastardësh, në atë parlament antikombëtar, në atë parlament anti-shqiptar, në atë parlament tërësisht dhe thellësisht armik I popullit dhe I kombit tonë. Pra, e treguan shqiptarët veten e tyre zotëri. Avokat, edhe diçka tek kjo ngjarjes, mendoni që do zbardhet si ngjarja apo u mbyll këtu me makinën e Diego në Fushkruj? Jo, po doj policia e shtetit e zbardh brenda 2 ditësh. E zbardh. Sepse ata nga do që kanë kaluar kanë lënë gjurmë. S'ka krim pa gjurmë. Kjo është postulat. Zona është e kaluar me kamera sigurie. Krim pa lënë gjurmë nuk ka, është postulat në kriminalistik. Prandaj të bëhen hetimet e duhura që të zbulohet kriminali ose kriminalët. Avokat, ku e marrin forcën? Edhe ndoshta edhe besimin, guximin për gjuajtur mes ditës. Se mi që s'ka në pushteti kriminalëve zotëri, te pushteti kriminal. Ky është I pushtet që buron nga kriminalët. Po marr 3 persona që janë nderuar edhe po nderohen akoma në Shqipëri. Vojo Kushi dhe Vasil Shanto, të 2 kriminal sërb, terrorist. Sot dëgjova dhe pash në media Sabaudin Gabrani, pis, kriminal që ka terrorizuar dhe ka grabitur vajzën 12-13 vjeç, sa ishte ajo në kohë të luftës. Me këta kriminal kanë falangat e tyre dhe këta qeverisin sot. Prandaj urgjentisht, kush është shqiptar, duhet të kërkoj heqjen e titujve të këtyre 3 kriminalëve që kanë dalë dokumenta për ta. Nuk them për ata që s'kan dalë dokumenta, se është vrarë dhe Mustafa Matoviti është vrarë pas krash, dhe Abbas Shehu është vrarë nga shokët e tij, dhe Asim Zeneli është vrarë shokët e tij, nga 13 dëshmorë që ka Dukati, 12 janë vrarë nga shokët e tyre. Shkoni në Dukat, bëni intervistë, shikoni, bëni hulumtime. Pra, kemi të bëjmë me një band gangsterës dhe hajdutës të importuar dhe të instruktuar nga Beogradi dhe që aktualisht na qeverisin. Qoni shqiptar, qoni po them, qoni se po na qeverisin kriminalite. A keni sedri ju, këta burra që kemi pasur dikur, a kanë lënë pasardhës mbrapa? A ka lënë pasardhës Sulejman Bokshi? A ka lënë pasardhës këtë them tani se kushim të tërë ata burra që kanë qenë, se s'kan nërmë tani të bëj listë emërore. Pra, duhet urgjentisht të vihet dorë, të qërohet kjo klasë politike, të shpallet qeveria teknike, të marrë zyra se është shpallur qeveria teknike në Shqipëri, por të veç zërzyrat, urgjentisht është nevojë imediate, nuk mban më ujë pilafit thot populli. Avokat, mund të ketë zinxhir hakmarrje kjo ngjarje, pra atë Hasmi ta gjej përpara Hasmi se sa shteti? Shiko, hakmarrjet kanë vazhduar në Shqipëri deri më sot edhe do vazhdojnë dhe për pak kohë derisa të zërguri vend. Por I garantoj që do vihen struktura të ndershme dhe të drejta dhe të pastra në strukturat e persona të ndershëm dhe të drejtë në strukturat e policisë shtetit, të cilët pa diskutim që do neutralizojnë krimin. Për këtë ka besim. Avokat, më thoni edhe diçka ju lutem, duke qenë se e përfshim edhe politikën këtu. Të premten e kanë thirrur Saliu në SPAK për të ndogari për 20 janarit. Me shumë vonesë, por populli ynë thot më mirë vonë se kur. Saliu Saliu. Asa ka Saliu mbi kurris. Asa I zisht ai njeri në shpirt me ato flokët e bardha. Asa krime ka ai dhe ekzekutime mafioze që janë bërë
që ka pasur djeni për të mos thënë kanë nxitur vetë dhe akoma ai breth i lirë. Avokat, Sali Berisha Hegu i rrihet me të nxehtë, tani dalë në gjë me ande apo janë mbyll ato hesape? Qa hesapi është mbyllur? Qa kush i mbylli hesapet? Është mbyllur sabotimi dhe shkatërimi i bazës industriale shqiptare? Nuk është mbyllur. Janë mbyllur fajtjet? S'janë mbyllur. Zotëri, Luiza Hoxha në Vlorë në 97-ën është filmuar dhe kemi parë nga mediat greke që pinte gjakun e oficerit të shikut të vrarë. Këta janë, po që janë komunistët, janë vampirë. Një burë, dhe mund ta bënte një gjë të tillë, po jo një grua, jo një femër. Pra, këta janë vampirë të tërë, këta janë vrasës. Këta duhen të zhdukur nga faqe e dheut. Këta duhet të qërohen, duhet bëhen të tërë në burg. Janë të tërë për të vajtur në burg. Dhe janë pasardhësit e Luizës, e të Luizave, e të Nexmieve, e të Vitove, e të gjitha atyre prostitutave komuniste që bën dhe atë ligjin antinjerëzor, të imponuar nga banditët dhe nga pederastët e Hollandës. Të imponuar dhe nga i pederastët që kemi ambasador të OSBE-s në Tiranë. Ai, Gonzato, i cili duhet të qërohet. Të qërohet nga Shqipëria. Ka të drejtën e tij të jetesës, avokat. Të qërohet nga Shqipëria pa dhe të rrijetoj ku dojë, nuk thasha vrasëm. Ore, nuk mund tjetë ambasadori pederast. Ka lënë gruan me 2 fëmijë dhe thot vetë është martuar me një burr. Që s'ky more? Jashtë nga Shqipëria, Gonzato. Jashtë, qëro nga Shqipëria. Avokat, po Berisha do dalë me jashtë pasi të futet në SPAK. Kjo është dilema. Berisha po vajti në SPAK, nuk do dalë më. Po ta them unë. Nuk do dalë. I ishtë bërë thirrje, i ishtë thënë dil edhe fol, nuk del, nuk të regon asnjë gjë, mbahet akoma se mendon që do ta mbështesi Beogradi dhe do ta shpëtojë Beogradi dhe Athina, as nuk do ta shpëtojnë dot më, ta them unë. Në ato duar, në atë megene që është futur Berisha, nuk del më. Dhe shqyr. Ne do vazhdojmë ta komentojmë sërish, avokat, unë për këtë bisedë të shpejtë dhe këtë analizë të shpejtë për ngjarjen e rëndë që ndodhi në Tiranë, të falenderoj shumë. Edhe unë faleminderit për ftesën. Të shpreh mirënjohjen edhe në emër të publikut ton, të cilin e falenderoj që na ndjek bashkë me komentet që na shkrua në faqen e YouTube-it duke na ndjekur për çdo bisedë dhe intervistë. Avokat, të falenderoj shumë. Mirënjohje dhe disa qindra herë mirënjohje për të tërë teleshikuesit tuaj të YouTube-it dhe janë një forcë e madhe, janë një obligim i jashtëzakonshëm që më japin mua ata për të folur e për të thënë gjërat ashtu siç janë troç, siç duan ata të shprehin. Se deri tani fatkeqësisht jam i vetmi që i shpreh siç duan ata dhe për çfarë krenohem. Faleminderit juve për kontributin, avokat, edhe atyre që na ndjekin. Ju uroj natën e mirë. Natën e mirë.